Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 22 tetor 2025. Dashi. Yjet ju ndihmojnë të filloni projekte, angazhime, gjithçka do të bëhet më pozitive në të ardhmen e afërt. Rri me njerëz, dikush mund të bëjë një propozim shumë të veçantë. Demi. Ju ka të ngjarë të shqetësoheni për një përgjigje që nuk vjen. Ju jeni të lodhur ose nervoz, asgjë serioze, por nëse jeni në dashuri e egzagjeroni me pretendimet sot, rrezikoni të grindeni. Binjakët. Dita fillon me disa ndryshime mendimesh. Koha të vështira për çifte në krizë, ju duhet të gjeni bashkëshorten e humbur. Gaforja. Është koha që dikush të ndryshojë qytete. Vonesa të mundshme ose vështirësi në kalim. Luani. Shkaktësia dhe vendosmëria ju lejojnë të përparoni, por përpiquni të jeni të qëndrueshëm. Pasditja më e mirë se mëngjesi. Virgjeresha. Mua më duken ditë ideale për të bërë zgjedhje të shkëlqyera dhe dikush mund të llogarisë në ngjarje, ndryshime në punë, edhe në ekip, kjo varet nga situatat. Peshorja. Ankthi ka të bëjë me një njeri që nuk e njihni nëse janë miq me ju apo jo. Ju mund të bëni një kërkesë për një gjë specifike, por mos prisni një përgjigje të menjëhershme, ju duhet të rregulloni rreth jush. Akrepi. Ditë e qetë, pa shumë luhatje humori dhe shumë tensione. Në përgjithësi, kjo është një periudhë rishikimi për gjithçka. Shigjetari. Duhet të keni kujdes me financat pasi mund të ketë ndonjë shpenzim shtesë. Kush ka fëmijë duhet të përpiqet të afrohet me ta. Britsjapi. Mos hiqni vendime që mund të përfshin jetën tuaj, krijoni ditë pozitive dhe interesante. Ndonjëherë ka edhe pak fat, sukses në takime dhe disa mundësi të tjera, dhe në këtë pikë varet edhe nga ju. Nëse zemra juaj është vetëm, kthehuni në lojë edhe këto ditë. Ujori. Është e vërtet, lodhesh, por të paktën mendja nuk të mendon për problemet e shumta, me pak fjalë, këto ditë duhet të devijosh. Kini kujdes nga vullneti juaj i mirë, dikush mund të trajtohet me keqdashje. Peshqit. Ditë interesante, gjithçka do të duket më e qartë dhe më e qetë. Do të merrni një propozim të veçantë. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.